Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se ardhët. Sot po përgatisim recetën e llokumave në shtëpi, por pasi në sezon e kemi shalqinin ose bostanin, do ta bëjmë me shije të tij. Vazhdojmë me përgatitjen. Pasi e kemi në sezon bostanin, sot po përgatisim një recetë të interesante me bostan. Do të bëjmë gati llokuma, por me lëngun e bostanit. Marrim tani bostanin, e pastrojmë mirë nga lëvurja dhe do ta blyejmë në blender për ta kulluar dhe për ta marrë lëngun e bostanit. Tani marrim një blender, një bokall më të madh, nëse nuk keni të tillë, mund të përdorni çfarë do lloj blenderi që keni në shtëpi dhe t'i bluani pjesët e bostanit. Pasi e kemi bluar lëngun, tani vazhdojmë me ndihmën e një kulluese ta kullojmë dhe të marrim dikon parafërsisht në total 600 ml lëng të bostanit. Nëse ju keni dëshirë të përgatitni më tepër, do ta dyfishoni të gjithë masën që po e paraqes në video. Tani te lëngu i bostanit do të shtojmë sheqerin. Sheqerin mund ta përshtatni gjithmonë sipas shijeve të juaja. Unë do të shtoj 4 lugë gjelle me sheqer. Tani në tenxhere do të shtojmë 5 lugë gjelle me një shiste. Pra është një shistja ajo që e bën llokumin të trash dhe më të mirë. Pra në total 5 lugë gjelle një shiste. Përzihem mirë dhe vazhdojmë në zjarje. Në zjarr mesatar, duke përzier pa ndërprer, i qëndrojmë afër dikon përafërsisht 12 deri në 15 minuta derisa të vrejmë që masa është trashur mirë. E kam zier dikon përafërsisht 17 minuta derisa është shterur masa mirë dhe derisa e kam fituar këtë konsistencë, pra të jetë si llokum i trash. Lejojmë tani që të ftofet në ambient dhome për 1 orë, edhe 3 orë tjera në frigorifer dhe vazhdojmë pastaj që ta prejmë dhe të japim formën llokumave. Tani marrim një tepsi ose një gras kuzhine, shtojmë poshtë kokos. Përsëri sipër shtojmë kokos që të mund ta prejmë dhe të japim formën më mirë llokumit. Vazhdojmë tani që t'i prejmë dhe t'i japim formën katrore. Edhe një herë me thik dhe ju japim format katrore. Gjithçka që kam mbetur tani është që ta rrotullojmë llokumin në të gjitha anët në kokos. Të vazhdojmë ta shijojmë me një kafe. Dhe tani mund t'i ftoni të gjitha miqjet e juaja dhe të krenoheni se keni bërë llokum vetë në shtëpi në një mënyrë të lehtë dhe të shpejtë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.